Është 16 vjeç dhe Shqipërinë ka vizituar vetëm 3 ose 4 herë në jetën e tij. Ka lindur në Athinë dhe është rritur në Selanik të Greqisë. Kristo së bashku me nënën dhe vëllain një vit më të vogël, kanë një muaj që janë kthyer përgjithmonë në Shqipëri. Një përgjithmonë që tingëlloi e pabesueshme ditën që mami i mblodhi 2 djemtë e saj adoleshent dhe ju tregoi se restoranti që ajo drejtonte me punë dhe djers prej shumë vitesh kish falimentuar për shkak të krizës dhe se ata tashmë duhet ktheheshin në Tiranë. Cila që biseda me mamin tënd kur vendosët që të vinit në Shqipëri, a insistove ti që të qëndronin në Greqi? Kishe shumë frikë për të ardhur këtu? Po, kisha shumë frikë. Pse do është këtu më e mirë, më e keq që nuk e disha, erdha. Po. Vendimin e mori mami. Po. Mami mbeti pa punë? Po. Kishim një restorant, edhe kishim kështu shumë punë. Pastaj puna baroj, çat bëjmë ikën. Tani janë këtu. Vëllai Emanueli është mbyllur në dhomë prej 30 ditësh dhe veç gjumi dhe internetit nuk gëzon asnjë motiv më shumë. Kristosi më i madh po përpiqet të ruaj formën sportive dhe çdo mbrëmje vrapon në kodrat e liçenit. Ai është përpjekur të regjistrohet madje në një nga skuadrat e të rinjve këtu në Tiranë, por kushtet krejt të ndryshme nga ato në Selanik. E detyruan që të heqë shpresën se mund të stërvitet këtu për ëndrrën e tij të madhe si mesfushor shkatrues. Atje ku shkova ke skuadrën e kështu të zvishemi atje ke fusha, nuk ishe këtu kështu. Po dhoma edhe po nuk ishe. Dite? Si ishte atje në Selanik? Selanik kishte dhoma po. Edhe për Kriston Facebook është një mënyrë për të vrarë kohën. Çfarë bën tani? Flet në internet, si lidhesh me ta? Po, nga Facebook. Në Facebook. Po. Kishe të dashur? Po, kish. Si quhet? Ludmila. Tani jeni ndarë apo vazhdon lidhja në Facebook? E ke ndarë, tash jemi vetëm shok. Tani jeni vetëm shok. Kush e bëri të zgjedhje? Ludmila. Ta po të kesh disa shok do ja kalosh shumë mirë. Ti je si? Po. Edhe Ludmilën do ta zëvendësosh me ndonjë Xhesi, me ndonjë Eni. Ti do jetë një emër shqiptar, sa më shpejt. Ai është një djalë i ngrohtë dhe plot jetë. Kristo, edhe pse me një shqipe të kufizuar, ja del të mos thot asnjë fjalë të keqe, qoftë për Selanikun edhe për Tiranën. Vendet që të pëlqejnë më shumë në Tiranë. Dhe ajo që s'të pëlqen. Është qendër, është këtu liçeni. Bloku të pëlqen? Po edhe bloku është mirë. Këto javë, po mëson më shumë shqip dhe po njeh personazhet e rëndësishëm të Shqipërisë. Emrat e parë që ka mësuar janë: kush është kryeministri? Po, Shali Berisha. Po, në opozit kush është? Kundërshtari i Berishës kush është? Nuk e di. Nuk e njeh? Po. Edi Rama nuk e njeh? Po Edi Rama, po, njeh. Pasioni i këtij 16 vjeçari që në Facebook mban yjet si Cristiano Ronaldo apo Messi është ndërprer për shkak të krizës greke. Është kthyer në Tiranë vetëm me një valixhe të vogël dhe me shpresën se do të kthehet sërish në Greqi për të luajtur futboll. Ky është Kriston. I duhet vetëm një skuadër e mirë futbolli dhe disa shok më shumë që jeta e tij të jetë si më parë, si në Selanik. Kriston. Be home tonight. I'm coming back.